Përshëndetje edhe njëherë, faleminderit për krejt juve që më ndisni. Sot do të flasëm për dedikajtazin. Nga në veç pak. Nuk ka asnjë kuptim nëse nuk akuzohet Zoti Thaçi. Pra unë pres që Zoti Thaçi me u akuzu dhe pres që ka muj marë sa i veç me ultu për hasi se... Dhe me thonë kë pret edhe ka prit 20 vjetë mas luftës që Thaçi me shku në gjykatë të Hagës. Kë e ka ditë edhe kur shkon muin mars. Me thonë, ta janë bashkëpunëtorët kryesor. Mos mire me njerëz koti, që ta patriota që sot përshite në për televizione, në për debate, e gjithkun kutinish këta farzagar të full, edhe të shit patriot sot, e të thonë unë e du u që kën, këta vështë dishka kanë, që këta as nuk e dojnë Kosovën, as nuk e dojnë UÇK-n, as nuk e dojnë arshimin, as nuk e dojnë kërkan, se këta në bashkëpunëtor drejt për drejt Serbijës. Këta në përmjes batonit, këta marrin pare për Serbijës me thasë. Se batonit për qatë punë ka shku në Shqipni atje. Se s'ka guzu me marë pare të këto, ka shku në Shqipni. Ke po, ai që shcilët me Bledi Fevzion, sa ata dy i të bëjnë paret edhe ja vinë këtyne e kënena me qanta. Ajo është e sigurt. Unë e këm bon një video për këto paret e Serbijës që hinë Kosovë, pa ta thonë 28 milion. Kanë hije janë pagu që ta farë njerës të... Po, një pjesë e madhe do patriota që mojnë UÇK-n këto më theshin, ja, ti e shka, se Vebia është patriot. Ngone edhe njëherë Vebia. Jo patriotat. Nuk ka asnjë kuptim. Ngone. Nëse nuk akuzohet Zoti Thaçi. Pra unë pres që Zoti Thaçi me u akuzu dhe pres që ka muj marë sa i veç me ultu për hasi se Torentin Maloku e ka babën e vramë. Rasti ti nuk është zvarë ende. E është drejtu dhe dyshohet që shqiptarët që ndrojnë pra pak kësaj vrasje. Dhe Torentin Maloku nuk ka qenë gjendje me bashkëpunu me etusit e Tribunalit Hagës. Nuk ka qenë gjendje me bashkëpunu me gjykatën speciale. Pse? Ajo din shumë mirë. Besoj që po na dëgjon edhe mundet me folë për këtë rast. Dhe kemi Armen Zemajn, i cili po ashtu ka qenë aty. Dhe ka votu Zotin Thaçi. Ta dhe si udhëheq një strukturë kriminale, e cila ka kidnapu njerëz, ka vra njerëz, ka vra civil, shqiptar, sërb, kundërshtar politik. Ajo përfama e gjitha krimeve që kanë ndodhur në rajonin e Dugaxhinit. Janë disa vrasje që kanë ndodhur në atë që quhet Sheqerhanën Pej, ku janë marrë disa kundërshtar politik, disa që janë konsideru bashkëpunëtorë të regjimit, janë marrë në pyetje nga dekani e Temqeku dhe janë ekzekutu me kaze, me tërnakop, edhe trupat e tyne janë zhduk. Për këto ka qenë i dënuar Daud Haradinaj, nuk është sekret, kjo dhe sot është deputet. Këto janë akte, veprime konkrete që kanë ndodhur në Kosovë dhe si mund të presim ne vullnet për këtyne njerëzve që ndikojnë për zbardhjen e këtyne krimeve. Është absurd me prit prej kësaj strukture politike që të shtyjnë përpara zbardhjen e këtyne krimeve me të cilat janë përfshirë vetë. Do të ketë akuzë ose akt akuzë nga në Beratin për pastrimet në këtë serbëve. Ka mundësi me pas. Ka mundësi, e dinta. Pas luftës, pas qershorit të natës. Din. Në to që thëmë ma herë që ka dëshmi, faktik na përmenë dhe me një dokumentar Zona Express, që ekzistojnë dëshmi pra që filan ministri ose filan zëvës ministri ka urdhëru që të shkën të pastrot të një fshat i caktuar në Prishtinë ose një vjetësesës, ka në rekonë të që aktualisht në fshat nuk jetojnë qasti sërë. Kjo nuk të këqyre se këtu s'kom qare pa përmen, pra... Nuk mundet kjo gjykatë. Kjo, këta s'kan qare pa i përmen, se këta janë vetë prokuror, se këta i kanë bërë dosjet. E po qka, unë nuk mëj me a falë që ty në komandanta, për shemëll, që
Bebe Kajtazin, Berat Bozhalën, Baton Haxhiun, keq ta shpiuna i kanë marrë, e kanë afruar afër vetit, edhe sot kur e shoh Berat Bozhalën me do komandanta të nejt për çdo ditë, atë qëtë punë s'po moj me dëru, borë. Qëtë punë nuk po moj. Që kjo është që të akuzën që ka bon, edhe që të fjallët e Beratit, këtu janë edhe në Hagë. Janë gjithkun, që të akuzat e këtina që ka bon këtë drejt për zdrejt në për emisione. Këtu jam i sigurt që Haga i ka komplet në dosje. Tash sot, i njejtë që këtë bashkë, si vebia, si kë, thojnë, na jem patriota. Që tatë njejtë, atër i kanë thonë ashtë më thoqet kriminell, atër i kanë thonë që u që kë e ka bon krime lufte, sot janë njejtit njerës që i thojnë Albin Kurti është kriminell, Albin Kurti bën krime në Kosovë. Atër kanë thonë për thoqen, kanë thonë për Isën, kanë thonë për gjithkonin, njejtit edhe sot thonë. A janë ka dojnë këta me çdo kusht që shteti jonë mos me hecë për para, se këta në pagum 200% prej Serbijës, ato sigurt po betohen në shkadush që këta milionat, që shu botën milionera këta. A më ndohet që me lajka po bon milionera? Jo me konë për lajka e kësha bonë në 200 milion të i tash. Po, nuk është punë e lajka, që mund është më bo milioner. Po këta kanë marrë para me thasë, Batoni, ky, aj tjetri, aj i kushumlijës, aj ma gjupë, që kam një aj farë gërnaqë, që pëthojnë gërnaqë, aj Mirena, aj tjetri, ta krejtësi janë. Na përmes Batoni shkojnë i marrin para, to se shkojnë Berati, e Valone, krejtë shkojnë i marrin të Blendi Fevzia, që kam një a i farë komunisti i vogël i Shqipënisë, sa ata i kanë lidhe direkt me ambasadën e Beogradit që është në Tiranë. Ato shkojnë i marrin parët, i nxerën, kash, edhe i binë Kosovë për mi pagu qëto për vacica. Që ta kriminella që s'kanë lënë sen, pa thonë, 20 vjetë bre, 20 vjetë që ta e kanë akuzu u që kënë me gjithë shka, a kanë akuzu për uzurpime, a kanë akuzu për gjithë shka që është të mundën, këta e kanë akuzu që kënë. Më kujtohet mas luftës, dikush në qëse dikush e ka zoni banes, këta o qeshin në televizion në për debatet, theshin në që kënë. Jo bro që kënë, ka mujtë me boni njeri, po jo krejtu që kënë, se nuk kanë marrë banesa krejtu që kënë. 98% e ushtarve janë fukara. S'kanë as buk me hongër, s'kanë pas buk me hongër mas luftës, s'kanë uzërpu kur gjanë. Po këta njanë që se ka dalë, këta kanë thonë jo, u që kë e ka bon. Edhe sot që ta të që kësë i marrin e hajnë e pinë bashkë me që ta njerës. Këta ovëllëja për dëkës, tash që pëthojnë na jena ovëllëja o që kësë, ta veç ovëllëja që kësë nuk janë. Këta janë ovëllëja për dëkës, ovëllëja shimthasit. Se një njeri normal, me shkuti, me hongër, me pije, me nejt, e me shku për çdo ditë në debat, që tyne që ju kanë akuzu për krime, për hajni, për vrasje, për gjithë shka, që ta s'po moj me kuptu. Nashta ti mund është me konë maj mirë, s'po di, nashta je patriot veç, ose do të me konë patriot budal. Se s'mund është ti me konë patriot të najtë me qëta që ju kanë akuzu, bre. Qëta që kanë qullë këtë doset në Hagë, edhe sot del e shani një njeri që s'ka lidhe me Hagën. Në dalin kënë krejt dokumentat në dalin, pëse s'peqit në krejt dokumentat, pëse s'peqit në krejt intervistat që kene dhonë atje në Hagë. Edhe ju, t'jujat, mi qitë shka keni full, për një në tjetrin. Në që se ka dikush, në dalin krejt. Shumë letë është, bani publike, CD-at se cilë i keni, kush akon Hagë në dëshmitar, krejt i keni CD-at në gjep.
Del, bani publike, thoj po, unë e kom folë qështu. Po s'pi bani, se ka dishka që më shifet ato. Se të najt me qëse, të ju këshilu, Baton Haxhia, Berat Buxhala, pa nuk gjatë bret dikun pak ma patriotë burë, se Allaj, njeri kup, tranohet bre me juve kup njeri, pa nuk gjatë ne këshiltar pak ma të mirë veç djem të bosha me shku mi marë, e me jo këshilu juve, që shbre ka mundësi kjo punë, por s'po kuptoj për besë. Nejse, bani shkadëni, po mos na akuzoni njeve që s'kem faj, se fajnë e keni ju që jeni atje, edhe fajnë e kanë qëta që keni najt e keni hongër, e hala peni me ta, si shta pevaqicat e analistat tunë që kena na për televizion e për çdo ditë, për çdo mramje. Nëse po ju përshëndes se bëhet njëri nervoz edhe me fol drejt. Përshëndetje, mirë se vinin kanalin Deputeti X. Sot do të flasëm për këta patriotat e gjykatës speciale, që për çdo ditë dalin në për televizion e flasin, e sa propagandën e sa patrioti dele, thëtë unë jam patriot, unë jam kështu, unë jam ashtu, po shqyqër zotit që ka nis tash, është ka funi edhe po dalin do sene, që shumë njëri nuk i ka prit, po këtu një ditë kanë me dalë. Ngone Milaim Zekën edhe shka thet. Asë një informot me shkrim, po që asoj se ka thonë të zoku ti për Të zoku? Asë një, absolut rënë është. Jo, ti e ka rënë. Unë, dhe gjoj, ti e ka rënë. Falë, unë po të rënë. Ti e ka rënë, se të kreota jote komplet është 100%. Kur një... Telefonata tua komplet janë. Komplet. Komplet janë. Komplet janë telefonata. Me ka, Milaim, komplet burime tua. Që të ke vune? Komplet. A no e manë, shishe. A i shumë. A ki po ka njës me citu. Ka njës? Ka citu e ndo. Që po të shkoj me pështu mu që kere. Shumë një bukuria, kami bukar, kami diskreditu. Të shë, halë se ka kërë bukuria. Të shë, ishallah, unë në kom që është. Të shvi që kanë qenë dhe në atje. Po, falë, në ko, vetë një shka. Ishallah këta njërës nuk dënjohën. Sepse do t'jetë edhe një keqe. Të gjitha ata që pëmullojnë, ku e arshyton tash gjykatë si dënimin, nëse që së presoj e dhurë që ti që s'kanë mu dënu, ka me thonë në basë të këti, dhe ka me ndonë emnat e atyri që edhe po në afrujë nuk thëmë si shmiritarë. Keni mi bo? Nasimi pas ka thonë, djetë këto e këmë thonë edhe ma heret, që këta janë njerëz që shumë herët ja ka nisë me quduse në gjykatën speciale. Ka shumë që si gazetar që sot munduan me la, me në me thonë, kakë me shurë, e mo shqit patriot që deri dje kanë qu, e kanë bashkëpunu, e kanë bon propagandë sa kanë mujtë kunder OQK-s. Kanë bon propagandë jo veç, sa ta se kanë dasht Hashim Thaqin edhe e kanë bon propagandën krejt kunder OQK-s. Jo veç kunder Thaqit, se kur të këshin bon veç kunder një njerit nashtë. Po qëtat njejtit njerëz, si Milaim Zeka, Berati, Batoni, ai tjetri, ai farshpioni tjetër, që e kesh një djallë në Beograd të Arriçkina, Bekajtazit, edhe tash krejt që ta patriota, dolin e shiten patriota. Ta mërmenja që këta janë patriotat më të mëdhaj që kanë mujtë me egzistu. Edhe sot ka orë puni, edhe janë ka friguën për veti, këta nuk janë të frigu, as nuk kanë dhem shmeri për thoqen, a dënohet, as dënohet. Se këta kanë qu për qatë punë me dënu. Po problemi po thët, Nasimi po thët që tash, në fund, kur ti qetë, në që se thoqe edhe ata tjerë dënohen, a i do të me dënuar me kalzu pëse për dënon. Po në që se kalzën pëse për dënon, atëherë këta janë dëshmitarët kryesor gjykatës. Në përmes dëshmive të këtyne, ata kanë mu dënu. Edhe këta kanë me dalë shumë keq,
edhe janë të dollë shumë keq, krejt që ta analistat e që ta gazetar, edhe besa, edhe do që po thëtë kë Nasimi, edhe do dvet kështu që ka pos për shpirti, edhe ata kanë me dollë. Po, tash ta këshyrëm, çka kanë me thonë edhe çka kanë me vepru, po, unë një ditë sigurt që për luftën, për qatë periudhë të luftës, ata nuk mund me denu. Në që se i denojnë për mas luftës, e ja futin emën të luftës, ajo është dishka tjetër se ata mund me bo gjithçka se vetë Hashimi javë ka dhonë, LDK-ja ka dhonë mandatin që ata me bon shka dojnë. Edhe më kujtohet kër kanë pruat ligjin për gjykatën speciale, këta asni nen nuk kanë dollë me kundërshtu. Qysh javë ka prun blanko, qashtu e kanë nënshkru, qashtu e kanë votu, qashtu e kanë aprovu krejt, shka kanë lyp ata këta veç da i theshin. Veç da. Edhe jo nuk i theshin, veç da i theshin. E sot dolin në ankuën të Albin Kurti, e po thonë Nasimi, po thëtë edhe vetëvendosja e Albini ka faj se ka votu. Se nuk ka nejt atu s'ka votu kundra, po s'ka nejt as atje. E thëtë ja kanë bo korumin, e jo s'ja kanë bo korumin. 82 deputete kanë votu gjykatën speciale. As nuk ka pas nevoj për korum, as për morum, as për tërum. Ata 82% në më thonë janë konë mjaftushëm për me votu gjykatën speciale. Po tash, po thëmë edhe shpresoj e besoj që në përkeq të sene kanë me dollë shumë sene tjera të mira që më po për me kush është shpiune dhe kush ka që duse atje në Hagë. Se këta janë mësu të i akuzu një 200 vete, 300 vete, ja 400 vete, jo, ajë nuk qënë pesha eroni që ka shku, ja ka vjetë dikush një bicikl, e ka shku atje ka që. Ajë nuk është një, ajë bësh heq kur gjonë nuk është puna atina. Ato nuk e merë parasysh atë njeri, bësh heq. Ajo këtë kuti, ajo ka marrë letra dikun Gjermania në Amerika, shka bedi unë, ose ka marrë pare që se shpiuna ka së dush, që kanë shku e kanë bon këtë sene, pa i pesh nuk qënë. Për mu pesh qënë që ato dokumentat, që ato blokat që i pash sët, në gjykatën e Hagës, blokat që ka kanë shkru komandantat me zveti. Edhe që ata bloka, edhe që ato takimet e tyne që janë konë të mshelta për publikun në atë ku, edhe për ushtare, për gjithë konën, për popullatën civile, qysh mujtën me dalë që ato letra, dvogla, me dalë sët para gjykatës, edhe gjykatës prokurori me qitë ato, e me thonë këshër shka ka shkru, Thaqe shka ka shkru, Selimi shka ka shkru ajshë. Me thonë që dikush i madh javë ka që ato. Ose kanë marrë këta me veti kanë shku atje, ose dikush javë ka që ato bloka, që ato shënimet që kanë marrë në përmledhet në gushta, për shamal 4-5 vetë. Mrena që atyne njerëzve që ato dikush i ka që ato letra, se s'ka mujta a i mi gjetë. Nuk po moj me ditë në qysh mundët një prokuror me gjetë që ato letra me thonë që jeni kom filan dita. Atër, të shkon teknologjia së kërësodit, thamë hajtë se i kanë përgjue, i kanë ingjezue, i kanë bon shumë sene. Mo, sot nuk jam rato, s'mun me kom. Ona nuk e di, po shpresoj, inshallah dalin pa fashëm, se po gjykohet liria e Kosovës. Nuk është në pyetje as Hashimi, as Kadria, asaj tjetri. Inshallah, edhe besoj që dalin pa fashëm. Për qatë punë, në që se denohen, atër mos vetë për shtetin e Kosovës, e mos vetë për vetë Hashim Thaqin që ka aprovu e ka votu qatë gjykatë.
që e ka dhonë drejten me ba çka don aja sot. Se dikush edhe asaj e ka dhonë drejten. Po, shpresoj që të kryet sa më mirë për krejt, e për gjithë shka. Ama edhe inshallah dalin do shpiuna si tali ekspresit, si patriota që po dalin për çdo ditë në televizor e përshiten patriota. Inshallah dhe ata besoj që dalin e i shofëm për me kush janë ata patriota. Po ju falenderoj edhe një herë shumë, kaloni mirë deri në video e ardhshme.